Nga tropoja në Bruksel, një rrugë e cila kthen gjithmonë në vëmendjen e saj Shqipërinë, duke mos harruar bashkombasit që premton t'i mbështesë edhe atje ku jeton prej vitesh. Me një program koherent, ambicioze, Elona Zhana kandidon për deputete në zgjedhjet rajonale të Belgjikës që do të mbahen më 25 maj. Njerëzit janë shumë optimist për vetë faktin se ka vetëm 12 vite i gjysmë që jetoj në Belgjik, pra dhe fakti që një parti vjen të marrë si kandidatet do të thotë që ke dhënë disa prova integrimi dhe ke dhënë disa prova të një kapaciteti ndoshta interesant për të qenë kandidate në politikë. Kandidimi i Elonës ka gjetur përkrahjen edhe të komunitetit shqiptar në Belgjik. Përveç kontribuimit në mirëqenien e bashkombasve të mi në Bruksel, do të ishte një oportunitet i mirë sepse do të hapi një derë për lobimin e çështjes shqiptare. Elona njihet nga Bashkësia Shqiptare në Belgjik për angazhimet e saj në fusha të ndryshme. Është krye redaktore e gazetës Albania në Bruksel dhe autore e shumë artikujve, sidomos në shtypin e diasporës shqiptare të Belgjikës. Ka botuar 4 libra në gjuhën shqipe.